Në Rom, presidenti Volodymyr Zelensky mbajti një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministrin e Britanisë Keir Starmer dhe kryeministrin italian Giorgia Meloni. Lideri i Ukrainës informoi presidentin Macron për takimin e tij me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili kishte ndodhur më herët gjatë ditëve. Liderët diskutuan për rrugët drejt një armëpushimit të plotë dhe pakushte, si dhe për nevojën për të ushtruar presion ndaj Rusisë për të vazhduar atë. Presidenti gjithashtu përmbledhën rezultatet e takimeve midis grupeve nga Ukraina, Shtetet e Bashkuara, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania në Paris dhe Londër, të cilat ishin përqendruar në zhvillimin e propozimeve dhe përshtatjen e qëndrimeve. Ata ranë dakord të vazhdojnë përpjekjet e tyre të përbashkëta për të arritur një paqe të drejtë dhe koordinuar hapat e ardhshëm për të ardhmen e afërt. Zelensky theksoi pasojat e sulmeve ruse në Kiev, Sumi dhe në qytete të tjera, duke theksuar nevojën kritike për forcimin e mbrojtjes ajrore për të mbrojtur jetën e ukrainasve. Zelensky po kështu gjatë qëndrimit u takua dhe me Keir Starmer, ku diskutuan hapat e nevojshëm për të vendosur një armëpushim pa kushte. Presidenti Zelensky dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar theksuan nevojën për të ecur përpara drejt një marrëveshje paqe për të zhvilluar më tej garanci sigurie. Liderët përmbledhën rezultatet e takimeve mes përfaqësuesve europian dhe amerikan dhe ranë dakord të vazhdojnë punën e tyre brenda koalicionit të vullnetshëm. Zelensky po kështu ra dakord me Keir Starmer se një armëpushim pa kushte duhet të arrihet në ajër, det dhe tokë dhe duhet të shërbejë si hapi i parë drejt një paqe të drejtë dhe garancie të besueshme sigurie. Presidenti theksoi se vetëm garancitë e forta të sigurisë mund të sigurojnë një paqe të qëndrueshme dhe të parandalojnë agresionin e mundshëm rus në të ardhmen. Vizita e punës e presidentit Zelensky vijoi më pas me një takim me presidenten e Këshillit të Ministrave të Italisë Giorgia Meloni në Rom. Lideri i Ukrainës dhe informoi Giorgia Melonin për pasojat e sulmit masiv rus në Ukrainë gjatë natës së 24 prillit. Në Kiev 12 persona u vranë dhe 87 të tjerë u plagosën. Presidenti theksoi se 46 ditë më parë Ukraina pranoi një armëpushim të plotë pa kushte dhe për 46 ditë Rusia ka vazhduar të vrasë Ukrainës. Volodymyr Zelensky foli për takimet konstruktive me delegacionin e Ukrainës që u zhvillua me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, Francës, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë në Paris dhe Londër. Ka një qëndrim të përbashkët për një armëpushim pa kushte, duhet të jetë hapi i parë drejt arritjes së një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Liderët diskutuan gjithashtu rëndësinë e rritjes së presionit ndaj Rusisë dhe sigurimin e garancive të sigurisë. Presidenti vlerësoi qëndrimin e parimeve të qarta të Giorgia Melonit. Zelensky theksoi se forcimi i mbrojtjes ajrore mbetet një prioritet për Ukrainën.